Mediat sociale dhe telefoni yt celular. Miq të dashur, është e zakonshme që njerëzit dal nga dal duke qenë lider po bëhen sklever të vetvetes së tyre dhe të mediave sociale dhe të telefonave të tyre celular. Mos u bën rrop i telefonit tënd, po bëru lider i pasurisë tënde. Nëse një ditë prej ditëve pasuria yte do të sklavëroj, beso se nuk ke udhtim tjetër dhe rrugdalje përveç se varrit tënd. Dhe pse? Me dorën tënde, me pasurinë tënde të bësh këtë. Mos tento që nëpërmes mediave sociale të përcjellësh gjithë çka është e mundshme, gjithë çka ki, gjithë çka posedon nga pasuria, nga trupi yt, nga fytyra yt dhe kështu me radhë, për shkak se ajo vetëm se të mbyt. Princip dhe udhërrëfyes në mediat sociale, nëse shpërndan diçka, bëhu sebeb që t'i mbushë zemrat e njerëzve dhe kokat e njerëzve me diçka të vyshme dhe të vlefshme, dhe asesi në të kundërtën. Bëre që telefoni yt dhe celulari yt të jetë shërbetori yt për të dërguar një mesazh, për të lidh mes njerëzve, për të lidh midis ndjenjeve të njerëzve dhe jo në të kundërtën, për me thyj zemra dhe për me shkatru kokë dhe farefis dhe familje dhe njerëz dhe më së shumti nëse përmes telefonit tënd shkatron rinin ton. Dhe mos haro se gjithçka sot shënosh, shkruash, publikosh, nxjerrish dhe paraqesish, të gjithë këta janë dëshmitar për ty ose kundër teje. Ki parasysh se një ditë prej ditëve të gjithë do të jemi të mbuluar nën tokë dhe të gjithë do të mburimi ose do të turprohemi me atë që kemi lënë pas vete. Dhe asesi nuk haron se ajo e cila sot e shtyp sustën për me publiku diçka, do të mbetet edhe 10 vite pas vdekjes tënde, edhe 100 vite pas vdekjes tënde dhe ndoshta edhe më gjatë. Andaj, bëra ajo që sot publikon të jetë mëshirë për ty dhe jo dënim për ty. Të gjithë ne duhet të dimë që çdo shkrim, publikim, thënien ton, ne kemi përcjellës, jo vetëm në internet, të cilët ne përcjellin mediat sociale, por kemi edhe 2 përcjellës të cilët i kemi që nga krahu i djathtë dhe i majti, i cili apo të cilët shënojnë gjithçka të cilën ne bëjmë. Bile edhe më keq, një ditë prej ditëve do të pyetemi në mes të varrit nga 2 përcjellës të tjerë për çdo punë të cilën ne kemi bërë. A thua Zot, si do t'ju përgjigjim atyre? Nëse sot vendosesh të publikosh diçka në mediat sociale, kujtoje 2 herë dhe publikoje ajo e cila sjell mirësi, kënaqësi dhe përparim për rinin ton dhe asesi të kundërtën. Bëhu udhëheqës, lider i pasurisë tënde dhe jo sklav nga ai. Ku të qeni, mbeqit mirë, ju përshëndesim, wassalamu alaikum wa rahmatullah.